Mirë, rikthehemi me këtë këngë dhe këtë muzikë të bukur. Kur them kështu, në fakt edhe tekst shumë interesant, taman këngë që ja vlen ta dëgjoni dhe nuk është një, janë disa dhe pikërisht këtë personazh që këndon do ta ftojmë tani në studio. Flas për këngëtarin, artistin përparim Namani, është me mua, që tani duhet ta ftoj. Di që është diku andej pas kamerave. Eja, të ftuam mirë apo jo? Mirë se erdhe. Shumë mirë, pak më ndryshe. Faleminderit shumë. Si e? Mirë. Atëherë, ne të dy kemi dy gjëra të përbashkëta. E para është se kemi një dashuri të përbashkët që është radio. Pasi besoj se dëgjoni edhe zërin e përparimit, keni dëgjuar edhe në radio për shumë vite. Dhe dyta është diçka që nuk na pëlqen janë kamerat. Domethënë përparimi, punën e kamerave, si a del ti me këto videoklipet për shembull, ku duhet fokusohet kamera? Nëse e ke vrej, domethënë jam shumë i ngurtë për aty. Sidomos në fillimet e sportit. Jo, nuk e kam vrej sepse kam dëgjuar me thënë drejtën zërin tënd, kam dëgjuar me thënë drejtën dhe muzikën tënde, kështu që komplimente edhe urime. Kënga e fundit është lansuar më duket dje? Dje, po. Ishte Fluturat, e? Po. Ti bie që je rikthyer pak më seriozisht në muzikë apo si? Jo, thjesht muzikën e kam hobi. Praktikisht gjatë viteve 97, 96, domethënë se 97 veç. Kemi pas një band 95, 96. Po dëgjohet mirë apo duhet të afrohet edhe pak nga afër mikrofonit? Ma thoni edhe pak më afër, okay. Tani përparim me zemë sikur jemi vetëm në radio, ne dëgjojmë në Radio 21, por jemi në ekran, kështu që vetëm Jo, jemi mësuar me kufje, kështu që. Okej. Jo, gjatë vitit 96 kemi pas një band, mandej kemi pauzu, ndërkohë që muzikën e kam pas si hobi. Po me kalimin e viteve kanë qenë disa projekte që kemi bu edhe gjatë kësaj periudhe. Kemi bu, kanë qenë më shumë projekte, do të thonë që kemi bu për qef ashtu. Për qef? Po mandej. Por ti nga ata artistët që ke nisur para viteve 2000 më duket, të bësh muzikë, këtë hobin tënd, ta kesh më pas para këtij profesionit më pas radiofonik apo jo? Në vitin 2000 mandej kam filluar radio dhe ka qenë për mua profesion primar. Mandej muzika ka qenë thjesht një hobi. Kam një gitarë në shtëpi, kohë pas kohë. Ti gjithmonë kështu flet bas apo? A basi bie ky zëri apo ja? Në muzikë. E kam problem, do të thonë, praktikisht. Okej, më trego pak për ti shkruan vet, muzikën vet? Po, komponimin edhe tekstet i bëj vet. Mandej aranzhmanët i kam bërë me Ylla Vollën, është një gitarist shumë i mirë. Çfarë ka Arianin ton? Arian këtë yllin, çfarë ke ti? Okej. Ja, dolëm. Me yllin kemi punuar një kohë në radio, kështu që është një gitarist shumë i mirë, edhe aranzhman edhe gjithçka, faktikisht. Mirë, dhe një këngë tjetër që ka lansuar para disa muajve ka qenë Lagjeve duket të Prishtinës, apo jo? Po, patjetër. Përmendën gjitha ato. Si kishe përmendur lagjen time as pak. Cilën? Në Bregun e Diellit ke përmendur atë këngë? Po. Po, më fal atëherë, se vëmendja ime nuk ka qenë siç duhet. Ke përmendur të gjitha, në cilën lagje ti je rritur dhe jeton? Në lagjën Arbëri. Ata që e përmendur disa herë më duket. Jo, janë disa prej lagjeve që kanë qenë gjatë, se tash Prishtina është rritë edhe ka dhe lagje të reja. Megjithatë janë ato lagje që i kemi frekuentuar më shumë të gjatë rinis. Gjatë rinis. Thjesht. Atëherë ku bëhej më mirë, pavarësisht se ndoshta koha nuk ka qenë aq e mirë sa jemi sot, por bëhej pak më mirë. Mosha ka qenë më mirë. Mosha. Po i ri jeti më, të ri jemi ne. Po patjetër po. Të ri jemi ne, pasi se kemi sa vite që kemi punuar natyrisht me media. Më mirë të këndosh apo të flasësh, të moderosh? Më mirë radio. Radio më mirë. Radio më mirë. Më mirë. Mirë, si në radio për shembull, në shumë intervista fton shpeshherë dhe artistë. Çfarë thon për muzikën tënde këta artistë?
Ke pasur tani më duket në serin, pas nesh ta kemi marrë në të parin, më pas e kishe pasur ti. E pash dikun. Naser Berisha një artist shumë i mirë. Po, faktikisht kemi ftuar shumë artistë të viteve të 80-ta dhe ka qenë kënaqësi në momentin kur kemi zhvilluar intervistë me ta, për shkak se gjatë moshës sonë kur kemi qenë të ri, atë I kemi dëgjuar vetëm në për radio ose në për thjesht, do të thonë ato materialet që kanë në për kanë qenë në për shirita, në për kaseta në atë kohë. Për shkak të masave që kanë qenë në mediume që s'ka pas në atë kohë, do të thonë në gjuhën shqipe. Kemi takuar edhe shumë artistë viteve të 80-ta si Bendin Harre. Kush të ka ngasmuar gjithmonë të kanë nxjerrur nga këta artistë që ndoshta ato i ke bërë dhe miq, që ke edhe koleg, që ka thënë që për parim ti duhet të këndosh më shumë. Ka qenë dikush nga këta emrat ose disa prej tyre që I kanë dëgjuar projektet, po më kanë thënë ja vlen, është një diçka origjinale, jo, kja janë tekstet e tua, pse jo. Megjithatë nuk e kam pas shumë as dëshirën, as të themi ashtu guximin për me prodhu diçka. Tash po ndash hobin tënd. Patjetër. As më tepër që ke pasur mundësi ta reklamosh, për shembull në radion tënde ta reklamosh, ke mundësi. Duket më spaku që transmetohet ashtu. Më spaku. Dhe ka dhe nga ata apo nuk ka nga ata? Urojmë që nuk ka nga ata që thonë, po boll mos e bëna hyn në hisë tani edhe moderator, edhe prezantues, edhe këngëtar. Na serin e përmendëm më herët. Në hisë shumë këngëtar duke qenë moderator. Na serin e përmendëm më herët te kënga e parë. Zhvillova disa intervista, tha, ke hita më, ke fillu, tha që jo, tha, shumë thjesht e kam hobi këtë punë, megjithatë Nasirin e kam një mik shumë të mirë. Kështu që një hobi që për shembull mund ta dëgjojmë ne për parimin në mbrëmje muzikore rreth rrotës, sidomos në Prishtinë, apo ke ftesa, ke këtë synim për shembull? Jo, nuk e kam synimin për me performuar. Ta kthesh pak në biznes? Jo, thjesht. Fitohet mirë për parim. Nuk besoj prej Okej, nuk e bën për Nuk e bëj, domethënë për biznes, është thjesht domethënë një hobi që kam pas, një dëshirë që kam pas në rini, edhe tash nuk jam I vjetër, por megjithatë domethënë janë disa këngë që kanë mbet ashtu dhe I realizuar. Me regjizorin ton, me Benin Apollonin, duke folur, I thash okej, natyrisht ne kemi edhe të tjerë kolegë që ti e din se si është për të dëgjuar, dhe momentin që kanë dëgjuar kitarën tënde, kolega im me departamentin e muzikës, patjetër ku ti gjejmë këta artistë që të jenë edhe në program, se ne bëjmë natyrisht edhe një edhe pyes, se unë të kisha dëgjuar në radio si moderator, por thash edhe më pas hyra duke parë dhe duke lexuar dhe dëgjuar për ty. Çfarë thot familja jote për shembull, të dëgjon më shumë, thot ti je një moderator I mirë, kena qenë me të dëgjuar duke fol apo edhe kur këndon? Thjesht edhe kur këndoj. Megjithatë faktikisht djali I madh më ka thonë shumë kënga e mirë, po djali I madh sa është djali I madh, sa unë nuk kam informacion. 17, 100 do bëj. Po më ka thonë nuk është playlist thjesht e mirë. Ai vetë çfarë pëlqen më shumë për shembull, apo mos është në një hip hop man? Patjetër. Më shumë anojnë ka ai lloj muzike, kështu që. Mirë, interesant në fakt edhe familja, po besoj se ata janë krenare edhe në zhvillimin e hobit tënd si këngëtar. Nëse kthehemi në ato vite, do të rikthesh ndonjëherë tjetër në ato vite, në ato dhomën tënde, fshira mos me të dëgjuar, ndoshta policia, ku ta diun, rregulla që kanë qenë në atë kohë. Maksim gjatë asaj periudhe faktikisht ndoshta janë kohë aktivitete, nuk e mujt më zhvillu edhe shumë aktivitet. Kanë qenë garazhet ato ku ne kemi zhvilluar ndonjë aktivitet. Një prej tyre ka qenë edhe muzika, domethënë që është bu. Më kujtohet gjatë asaj periudhe, unë kam pas, domethënë një pjesë ku përveç ne si band në atë kohë, kemi qenë një band Eksistenca, ka pas emrin. Kanë ushtruar edhe shumë bende tjera që sot janë. Domethënë ti ke nisur me bandin Eksistenca. Po. Ekziston Eksistenca sot? Antartë po. Faktikisht disa ndonjëherë kështu kujtoni? Po, disa kanë vazhdu ma shumë me muzikën, disa kanë rrimë bua profesor të muzikës në akademi, kështu që është okej.
janë shumë mirë sistemum, domethënë në Përgjigje. Vazhdojnë edhe me muzikë. Po, patjetër. Po, mirë më seriozisht. Çfarë të thanë për shembull për këngët e fundit, për flasin për këngën Fluturat që është publikuar dje, çfarë të thanë? Të dhanë një koment ata? Po, faktikisht më kanë thënë që është një projekt solid, një projekt i mirë. Mendojnë të keni të ribashkoheni për të bërë një këngë së bashku si grup? Na ish një herë ekzistenca për shembull? Me njërin prej anduarve, faktikisht The Bandit është Tani Krasniqi, profesor. Me ato kemi realizuar 2 projekte, domethënë 2 këngë, 3. 2 janë bashkëpunim me 2 artistë tjera, këtë radhë do të kalojmë pak në duet. Megjithatë, janë të njohura artistë tjera si njëra po. Është të njohur, po mendoj që po. Do të përshtatën, besoj një përshtatur mirë? Po, patjetër. Këngët të shkruar nga ti vet apo? Po. Të gjitha. Këngët e E di që ti shkruan, kam dëgjuar që ti shkruan këngë edhe për fëmijë, vazhdon këtë? Po, edhe këtë pjesë vazhdoj. Zakonisht janë këngë që marrin pjesë në festivale, po, që ka disa festivale që në Kosovë dhe në Shqipëri. Thjesht edhe me çmim ke dalë ndonjëherë apo nuk të intereson kjo? Vitin e kaluar. Lyra Fest. Të cili, po, Lyra Fest. Këngën që kemi punu me Alniun që thash, dhe teksti është po nga unë. Ka marrë vend në parë njëra, ndërsa kënga tjetër, nëse nuk gaboj, vendin e tretë. Kjo dëshira për të punuar dhe për të bërë këngë, për të krijuar këngë edhe për fëmijë, është një dëshirë që dikur të mungonte ti nuk e pasur hapësirë kur ishe fëmijë? Është dhe kjo? Thjesht ajo pjesë më pëlqen shumë. Atë pjesë më shndru me radio. Në momentin kur shkruan për fëmijë është mirë dhe shpeshherë më ka ndodhur që fëmijët nuk i kam pa derisa kanë dalë në festival. Nuk i kam dëgjuar këngët më herët edhe kur janë realizu, mandej është knasi emocionin që e japin ata, falënderimet i kanë shumë sinqerta. Thjesht. Në fakt që kanë njësur fëmijë, sot janë edhe t'i quajmë shumë të njohur disa prej tyre, janë hitbërës edhe dëgjohen gjithandej. Ke menduar ndonjëherë për shembull të kesh zëri yt mund të ishte një, nuk e di, një bashkëpunim shumë interesant me ndonjë nga emrat e njohur të muzikës, flasim emrat emrat e klikimeve të tjera. Nuk e di, thjesht unë thash më herët që e kam. Kujt nuk do të thojë jo nga këto artistët janë të momentit, për shembull Elvana Gjata, Dafina Zeqiri, Tajna, Kida, ndoshta ka disa emra të tjerë që nuk më kujton. Kujt nuk do të thojë jo, me një do të thojë po. Të mos flasim për Dua Lipa dhe Pepe Reqen, pak si larg. Zakonisht në jetë përditshme nuk e kam shumë këtë shprehje njohur. Nuk e di. Thjesht thash edhe më herët, është hobi, nuk është diçka që e mendoj me zhvillu shumë. Është hobi. Po. Po kështu nisi si hobi, natyrisht, ti hobin e ke sa vite që kur ishe i ri. E nga këta që përmenda unë dhe nga këto që sillen rreth rrotull, natyrisht janë hitbërës të që mbushin sallat ndaj koncertet. Muzika ka ndryshuar, ka ecur goxha. Ke ndonjë prej tyre që nuk është të përshtatë të ftosh për shkak të bësh një intervistë pa përmendur emër, por ndoshta nuk është parafton një artist të viteve si është Naser Berisha, se sa për shembull një artist të 5 vjeçarit të fundit. Jo, thjesht, faktikisht vetë skema programore nga era e mediumit ta imponon një zhandër saktuar të muzikës. Megjithatë nuk është që nuk dëgjojmë edhe zhandre tjera, mandej, po megjithatë më shumë i përshtatemi skemës programore, ato që transmetojnë çfarë ditës. Ti vazhdon të jesh një dëgjues i rregullt, jo për ta pa çfarë ka bërë në klip. Vazhdon të besosh në ato që në fakt duhet besoj gjithkush, nëse dëgjon këngën, të pëlqen në vesh, e dëgjon në radio, pa diskutim është tjetër. Patjetër, nëse faktikisht audio është e mirë, atëherë klipit nuk është
i kemi dhurë rëndësi. Thjesht kënga dëgjohet. Ti nuk je një fanatik i festivalit të madh evropian, flasim se aty kur i dëgjon në radio, kur i shikon më pas e performanca. Patjetër, jo. Të ndryshon pak mendjen. Jo, thjesht domethënë ana vizuale nuk më bën shumë përshtypje. Me që e përmendëm, ishe dakord për fituesin e festivalit evropian në Sepe? Po, për mënyrën e votimit jo. Mënyrën e votimit jo. Për Shqipërinë? Thjesht. Më thuaj që në radion tënde nuk e ke lëshuar shkolla elektronike, do të nxjerrja me njëri jashtë. Për shaka. Thjesht mendoj se ka merituar më shumë. Më shumë. Thjesht, sidomos te votimi i jurisë është përsëritet, çdo herë përsëritet, domethënë nuk është e pamundur kur flasim për juri profesionale, nëse janë disa profesionistë në shtetit caktuar dhe thjesht disa dallojnë, kanë aq shumë dallime njëri me tjetrit prej një skaj tjetër botës, atëherë është e pakapshme, sidomos kur fqinjet i votojnë fqinjet e tyre. Shumë e vërtet kjo. Je ti nga ata që për shembull edhe do të pëlqejë të ishe në një festival, pse të qosh vetëm fëmijë që ti bën këngë për ta? Tashmë kemi festivalin e këngës në Prishtinë. Do të doje të ishe një ditë aty në një këngë tëndën? Nuk e di, nuk e kam menduar këtë pjesë. Nuk e ke menduar. Do doja me tekst ndoshta. Po jo të këndosh vetë, si solist. Mirë, jemi gati mendon tek festivali i këngës në Prishtinë, që vitin që vjen edhe Kosova të jetë në Eurovision, mendon? Unë besoj që ka kualitet. Faktikisht në momentin kur Kosova të pranohet, po besoj që edhe shumë artistë tjerë ma me emër kanë me marrë pjesë në garë. Kështu që të shohim, unë besoj që jemi gati. Ka shumë artistë, ka shumë talent. Jemi gati. Mirë, do të kemi në një do të kesh edhe 2 bashkëpunime, apo ja? Po. Kur të dalin? Faktikisht bashkëpunimi i parë, veç se është regjistru, është proces të miksimit. Mandej nuk e di, për klipin nuk e di, për shkak se këngëtarja nuk jeton këtu, kështu që duhet me pa pak një kombinim. Ti nga ata që klipet vizualiteti nuk është do të kushtojë shumë, flasim për një ditë, thjesht, mjafton të dëgjohet muzika edhe kënga. Thjesht një kamerë 2 statike. Edhe një pyetje të fundit kam, vazhdon të dëgjosh ato idhujt kur ishe i ri, edhe sot? Patjetër. Kush janë? Patjetër. Jetojnë apo jeton muzika ty normalisht? Faktikisht shumica prej tyre jetojnë, edhe janë është interesant, nëse më lejohet ta përmendë një fakt kur kisha bendin Harea, që asnjëherë se kisha intervistuar. As taku. Okej. Edhe thjesht momentin kur e kisha në studio, edhe ka interpretu po me faktikisht po atë cilësinë e zonës që e ka pas gjatë viteve 80-a, për mu ka qenë një kënaqësi e veçantë. Janë ato bende që i dëgjoj, janë ato këngë që janë prodhuar gjatë asaj periudhe që ndoshta janë këngë që mos shpesh i dëgjoj. Jo, duke mos i përjashtuar edhe projekte të reja, normal që realizohen. Mirë, ne